apo një me po menon që me votë fshet i keni votat? Po, nështë ka edhe në vetëvendosit që se votojnë, me vetë faktin që nuk marrin pjesë në votim për komisionit, letarëzojnë atëherë, ndëgjë, marrja pjesë në kupton se nëse i ka shumicën kundër, atëherë nuk ecet ma tutje me atë propozim për shkak se erëzojnë. Në parlament janë votat për dhe kundër dhe abstenimi, kur të mbledhen. Apo një me po menon që me votë fshet i keni votat? Po. Apo një me po menon? A di për shka? Po them, unë po flasë edhe nga përvoja ime në parlament. Unë e di që shumë deputet nga grupacione politike, partive politike, jo gjithmonë mendojnë uniform, sikur qëndrimet e partisë. Po në që tem? Dhe unë shumë demokratike, po të them, se vetëm këtë formë, na e kemi dëgju shpesh se na Po vre që verë, nëse vetëvendosja nuk menon uniform për shembull? Jo, po nashta, po dëgjoj, po le ta lem në vullnetin e deputetëve, nashta ka edhe në vetëvendosit që se votojnë për, unë po supozoj, po kjo duhet dëshmu me faktin që po hinë në një proces të votimit të fshehtë. Është shumë demokratike, për shkak se vetëm atëherë nëse deputeti ka të drejtën, e rezervon të drejtën që edhe vetë gjykon, pavarësisht bindjeve apo qëndrimeve të partisë, kjo është një mundësi ideale që ta kemi votimin e fshehtë.